Zgjedhja e Glauku Konjufcës si mandator për formimin e qeverisë së Kosovës paraqet një moment të rëndësishëm politik, pasi ajo vjen në një periudhë dinamike zhvillimesh institucionale dhe negociatash nëpërmjet forcave kryesore politike. Mirëpo sa ka gjasa që të votohet Konjufca për kryeministër ende nuk dihet. E për këtë çështje, për bota sot foli juristi nga Belgjika, Skënder Musliu. Fillimisht ai vlerësoi faktin që LVV nuk humbi kohë pas dështimit të Kurtit për të bërë kryeministër, ndërsa menjëherë mandatoi Konjufcën. Mirëpo kritikoi partitë opozitare për këmbguljen e zgjedhjen e jashtëzakonshme dhe jo për mundësinë e formimit të qeverisë së re. Mbase më 26 tetor 2025, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk i mori votat e mjaftueshme për kryeministër të ardhshëm. LVV-ja pa humbur kohë për të gjetur një zgjedhje racionale për dalje nga kërçi politik dhe institucional, mbajti mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të LVV-s dhe propozoi Glauku Konjufcën për kryeministër, të cilin presidentja me dekret e nominoi si kandidat për kryeministër të ardhshëm, që do të duhet të kalonte në Kuvendin e Kosovës deri me 19 nëntor 2025, edhe pse plani menjëherë është deklaruar kundër nominimit të Konjufcës.